qytetin tim. Popullsia jo dhe shumë banor. Dielli po shkëlqen, zosht po cicerojnë, dhe unë po bëj skica të vogla nën temën time të dashur. Oh, faleminderit, mendoj. Si është puna, djalosh? Ti do këtë? A, si kur ta dje se çfarë po thosha. Po, si të thuash, jeta ime është shumë e bukur. Nuk do të ndryshoja asgjë. Babi? Zemër, kam disa lajme të mira dhe disa lajme të shkëlqyera. Lajmi mirë është më ngritën në detyrë. Mrekulli. Lajmi i shkëlqyer? Do të ndrojmë shtëpi. You think about all the things that you love to do. It all comes true. You find a place you never knew where you're happy to. Just be you. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. Qendra e qytetit, shtëpia e 2 milion banorëve. $2,200,000 më mirë. Ky është babi im, Roger Baxter. Ati I pëlqen të mbaj timonin. Është pilot. Dhe kjo jam unë. Unë quhem... Blythe, Po, babi? jam shumë I gëzuar. Po ti për vete. A nuk po e pret me padurim hyrje në një shtëpi të re? Jo dhe që, babi. Ja dhe që. Ja dhe që, ja dhe që. Jo dhe aq? Qfar? Si, nuk je lumtur që po ndërojmë shtëpi? E po, babi, do të kisha dashur të më pyesje për këtë gjë më parë. Në vend që të më hidhje në prehër. Ti e di që unë urej surprizat. Ti e di, unë vdes për surpriza. Duhet ta kuptosh, zemër, është një vend I mrekullueshëm, është zona me shkollë të mirë dhe mu desh të veproja shpejt. E gjeta, ty të pëlqejnë aventurat? Ndoshta mund ta shikosh këtë si një aventurë të madhe. Të lutem Blythe, atë kam drejtuar ndonjëherë gabim. Hey, si e ke hallin ti? Babi, Theo, Theo! Ta ngre lart, në rregull. Kjo është e çuditshme. Hey, kujdes kur je makinës, shoku. Nuk ka gjë, unë jam pilot. Që nga goqa aventur, babi. E po, ja ku arritëm. Shtëpi e ëmbla shtëpiere. Çfarë është? Ha? Ne po futemi në një dyqan kafshësh. Dyqanin kafshëve. Nuk e kisha vënë re më parë. Ej, djema, është apartamenti I fundit. Kujdes. Kujdes me, kujdes. Më falni, më tremët pak. Po, kjo ndodh. Po, shumë.
Stili i Blythit? Do me thënë, emri i yt është Stili i Blythit? Jo, është Blythe Baxter. Dhe ju jeni? Unë jam Whitney Biscuit, ndërsa unë jam Britney Biscuit. Jemi binjake. Gëzojmë që njemi. Mos ke gjëndërmend të jetosh këtu? Kështu më kanë thënë. Oh, sa keq, kjo ndërtesë është kot. Ky është stili i rrobave të tua? Po, të mijat janë. E po, me sa duket të duen rroba të reja, prandaj do dalësh për pazar me ne. Do të pranojmë të të marrim me vete. E po, unë do të bëj diçka tjetër. Do me thënë, unë kam shumë gjëra për të rregulluar, kështu që faleminderit. Por jo. Më fal, si theti? Dëgjoj këtu Blythe, neve nuk na kanë thënë kur jo. Dhe o zot, tani që ndodhi kjo, kam frikë se nuk do të na pëlqej fare. Oh, shiko pa këtu. Pa shiko. Bu, ju që ngeni të lezetshëm, kështu jeni vërtet, po, që ngeni. Babi! Hey, Blythe, bën mirë ti thuash babait tënd të mos mësohet shumë ato kafsh. Po, dyqani i vogël i kafshëve nuk do t'jetë këtu për një kohë të gjatë. Babi, çfarë po bën kështu? Thjesht po i përshëndes. E po thuaj miru pafshim. Miru pafshim. E po, si mendon për karrocën tonë të re, Blythe? Babi, askur se përdor më fjalën karroc, vetëm nëse ke vërtet kuptimin karroc, si për bebet. Pra, shumica e tyre janë për dhomën tënde, a? Po, babi. Ej, nuk mund të mos e vjere që fole me dy vajza aty poshtë, zure shoqe të reja? Nuk ma merr mendja, babi. Ato vajza janë të tmerrshme. Më vjen keq, Blythe. Mos u mërzit, dua të them, çdo qytet ka të tilla. Binjake? Jo, vajza të këqija. Ashtu është, edhe në kohën time ka pasur të tilla, me qëra fjala jam gëzuar që tisje. Një binjake? Jo, një vajze keqe. Edhe unë, babi. Në rregull, Blythe, mos haro. Kjo është një aventurë. Dhe mua më pëlqejnë aventurat. Ndoshta nëse ja them vetes time vazhdimisht këtë, do të bëhet e vërtet. Ose unë mund të këndoj. Kjo është një aventurë e re dhe ky vend më pëlqen shumë. Më pëlqen dhoma ime e re, por ka nevojë për pak ajër. E po ndoshta ky bishti i kitarës mund të hap. Çfarë është? Kujt ja merrte mendja? Është si një tip ashensori. Kam dëgjuar që ndërtesat e vjetra këtë gjë kanë. Wow! Ky duhet të më zbres deri në katin e poshtëm. Ajo muzika, po më thret mua, po më tërheq madje, nuk i rezistoj dot më. Kjo po që është një aventurë. Këtu qënë ka si një konvent e pisliqeve dhe flurave. Kush është ajo? Kjo është vajza që sa pora nga muri. As është për të qeshur? Prisoj të mos i të vraj. Jam i bindur që u vra. Mendoj se ajo koka e saj gjigande e ka pësuar më keq. Të lutem, Russell, shko kontrolloje, ti ke përvojë me këto gjëra. Un kam? Russell, të lutem shko pra, të lutem. Mirë, pra mirë. Kjo duket shumë e fortë. Ti je një fer gjatë? I riq në fakt, të gjitha bëjnë këtë gabim. Samir, mund të rjullër. Që ka në rregull. Majmun që flet. Çfarë po ndodh mua kështu? Kafshët po flasin dhe unë mund të kuptoj ato. Prit, mos thej gjë se mund të na kuptosh ne? Ma lër mua ta zgjidh, Russell. A e kupton fjalët që dalin nga goja ime ti? Atëherë, a ke një emër? Blythe? Shkemi! E po, tani ta mësuam emrin, por ti s'na i di neve. Më
më lejo të të prezantoj të gjithë me një numër të vogël që më pëlqen ta quaj... po, më lejo të të prezantoj me të gjithë. I'm gonna tell you about a few things, so just watch me go steal the show. Sit on back and try to follow. My name is Zoe Trent, and to the full extent, I'm the big star here. I sing the songs I represent. Yeah, 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 yeah. Të shkemi? Unë jam Pepper Clark, në fakt edhe unë jam tipi Ylli, po më tepër komediane në fakt. Pepper here is my good friend. Ask her any knock-knock jokes, cause she's kind of a comedian. And when she's happy, yeah, you can tell. Just stick your nose up and give the room a quick smell. Më duket se sapo. E dëgjova atë që thatë. Yeah, that's Vinny Terry all on the floor. I'd like to say he's done, but I'm sure he's gonna get back up and dance some more. But don't you worry, he's got a heart of gold, not very bright, but he's one of us. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. Lincoln Mark is a monkey artist, talks a mile a minute, so don't let her get started. She's gonna paint this, she's gonna paint that. Okay, she's disappeared, does anyone here know where she's at? Varse e ndryshme! A do të ma falësh? Ma fal! Jo përsëri. Po pse përsëri? This is soon he'll never, he's a mongoose. He's sort of a magician, but his magic is a bit loose. Sure, he's a little glum and likes to make a fuss, but we don't mind at all because he's one of us. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. Vini! Më fal, Penny Ling. Zoe, kënga duhet të mbaroj pak më shpejt, e shikon kemi bërë shumë rëmuj këtu. This is Russell Ferguson. He's a little uptight and wants to get the song done. Penny Ling, are you okay? I think that's everybody, so what do you say? We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. We're the littlest pet shop pets, yeah, the littlest pet shop pets. Do të kem vrarë kokën më tepër se ç'mendoja. Duhet largohem që këtu. E po, përshëndetje, dashur. Nuk të pash kur u fute. Unë jam pronarja e dyqanit, zonja Tuombli. Mirë se erdhe në copëzën time të parajsës, dyqani më i vogël i kafshëve. Unë jam Blajthi. Këto kafshët po kërcenin dhe këndonin. Vogëlushet e mia po kërcenin dhe po këndonin. Ju fëmijë dhe muzika juaj. Këndonin dhe kërcenin. Jo vetëm aq, por ato do më folën mua gjithashtu. Blythe, ti je gazmore. Megjithse duhet ta pranoj se kafshët flasin edhe me mua ndonjëherë. Megjithatë, e vetmja gjë që më thon është na ushqe zonja Tuombli, ne kemi shumë uri, më tepër ushqim. Jo, zonja Tuombli, e kam seriozisht kafshët folën me të vërtet me mua. Dhe unë folem me to, dhe ne kuptuam njëri tjetrin. E dashur, duhet ta mbledhësh pak këtë imagjinatën tënde. Megjithse këtu në dyqanin më të vogël të kafshëve ndonjëherë mund të ndodhin gjëra të çuditshme. Mos ndoshta ky vend po gërhet. Duhet që ta rregulloj atë kondicionerin e zhurmshëm. Ti më pëlqen shumë, unë të shmendem pas teje. Në rregull, po, në rregull, mirë. Po, sigurisht. E kuptovat. Do të flasim atëherë, në rregull. Po, mirupafshim. Mirë se erdhët në dyqanin më të vogël të kafshëve. Po kërkoj për vende të mundshme për dyqan. Po, në rregull. Mirë.
Mirë, a mund ta mbyllesh tani? Jam Kristi. Po. Në rregull, mirupafshim. Mirë, pra e kuptova, në rregull. Po, shumë mirë, kjo është në rregull. Dëgjoni, a mund t'ju marr më vonë të dyjave? Faleminderit, mirupafshim. Më vjen shumë keq. Atëherë ku e lam? Ju sapo hyt brenda dhe unë ju pyeta nëse mund t'ju ndihmoja. Oh, po pa që tabela juaj thot do ta mbyllni. Kur mendoni se do lirohet ky vend? Po, nuk jam shumë e sigurt e dashur. Kisha për ta vendosur nesër në fakt. Nuk më pëlqen kur të marr vendime në ditë teke në muaj me numër çift. E kuptova. Dua të hap një dyqan ëmbëlsirash dhe më pëlqen kjo pjesë e qytetit. Kjo është kartë vizita ime. A mund më telefonosh kur ky vend të lirohet? Po, mendoj se mund ta bëj këtë. Të premtoj që do të kujdese mirë për të. Oh, duhet I përgjigjem patjetër. Shumë faleminderit. Jam Kristi. Mirë, në rregull. Mirë. Do të më marr shumë malli për këtë vend. A e dëgjuat atë? Do të mbyllet dyqani më I vogël I kafshëve? Më thuaj që s'është e vërtetë, Zoe. Kam frikë se kështu është. Nuk dua që dyqani I kafshëve të mbyllet. Ku do ta bëjmë kampin ditor? A sigur të ishte dikush që mund të na ndihmonte, dikush që mund të na kuptojë dhe të komunikojë me ne. Vetëm një person, vetëm kaq na duhet, vetëm një person na duhet. Në rregull, Vini, e kuptuam. Si thoni për Blythin? Jo tani Pennyling. Vetëm një person që kupton atë që ne themi. Si thua për Blythin? Jo tani, Pennyling, a se kupton se sa e rëndë është situata? Si thua për Blythin? E gjeta! Na duhet Blythi! Ju a thash pra! Zgjohu Blythe. Mirëmëngjes, babi. Nuk të besohet se çfarë ëndre kam parë. U takova me një ferë gjatë që fliste. I rish në fakt. Ç'kemi? Nuk ishte ëndër? Më fal që të quaj ferë gjatë. Nuk ka gjë. Përse mund t'i kuptoj kafshët pa pritmas? Do me thënë, kush mund të flas me kafshët? Po kjo nuk ka rëndësi, Blythe. Ajo që ka rëndësi është se... Çfarë është kjo? Keni ardhur ju të gjitha këtu? Ne hipëm në këtë kutin lëvizëse. Asensorin. Ej, si më quajt e ti mua? Blythe, ne kemi ardhur këtu për të kërkuar ndihmën tënde. Duhet të ndalojmë mbylljen e dyqanit të vogël të kafshëve. E çfarë mund të bëj unë vallë për të mos e lejuar këtë gjë? Kjo është fiks për Zoin. Bie në sy dhe ka shumë stil. Ha? Më fal. E di, dukesh vërtet shumë mirë. Ta shpif! Më falni, mendoj se jam e friksuar që ndodhem të lartë. Çfarë po bëj unë kështu? Blythe! A je ngritur? Nuk duhet të bëhesh vonë për ditën e parë të shkollës së re. Në rregull, babi. Jani të gjithë ju duhet të dilni jashtë menjëherë. Oh, Blythe, a ndihesh mirë tani? Oh, sepse nuk has një herë të keqe. Kjo do t'ishte... Mirë jam, babi. Do dal pas pak. Në rregull, sprisni me njërë poshtë. Prit, Blythe. Nëse ti nuk na ndihmon, dyqani do të mbyllet. Edhe ne do të shkojmë të gjithë tek dyqani më I madh I kafshëve. Dyqani më I madh, më I ftohtë, jo miqësor I kafshëve në qytet. Ku nuk mund të rrim së bashku. Ushqimet nuk kanë shije fare. Dhe lodrat me zhurmë nuk bëjnë zhurma. Blythe, ti duhet të na ndihmosh. E përse unë? Sepse ti je zgjidhja e vetme. Ti jeton si për dyqani, dukesh shumë e mirë dhe... po, ti je I vetmi person që mund të na kuptojë në fakt. Thuaj se do të na ndihmosh, të lutem.
Në rregull, pra në rregull. Do t'ju ndihmoj. Nuk e kam idenë se çfarë mund të bëj, por mendoj se do ta gjej një zgjedhje. Oh, edhe gjëja e fundit. Duhet të shpëtosh dyqanin deri nesër. Kurse